cila është përditshmëria jote? Përditshmëria ime është familja, që është e para fare. Nxjerr në mëngjes herët qenushen time me emrin Ajkuna. Sa emri bukur. Sa bukur. E kemi gjetur të plagosur. Çfarë race është? Është Malinois. Belg. Po nuk është i pastër fare, po është Fakti që e keni gjetur të plagosur edhe keni marrë në kujdesjen tuaj është e jashtëzakonshme. Pastaj çohem, pijat kafen time të mëngjesit, shkojmë palestër, kur jam i lirë komplet. Shkojmë palestër, bëj pazaret, gatuaj. Gatuan, çfarë gatuan? Kam shumë që vetë. Po pastaj lexoj. Ku je eksperte, cila të gjitha nga pak, po i specializuar jam në pasta. Drekën e radhës do e ham tek shtëpia e Neritan. Po patjetër jeni të pritur. Sidomos të pasta, sepse un kam jetuar në Itali. Po. Dhe për të marrur një lek më tepër si çuna që ishim, punonim shpeshherë në të zezë, edhe në përndimës në për restorante të premte shumë, paguhesh shumë mirë. Merrshin 70.000 lirë kështu pa taksa për të zezë, po që si ishin keq, ishin goxha mirë. Dimrit. Dhe normalisht aty kur punoje, edhe lava pjati, edhe punë ndershme, ti mësoj nga një çik. Po edhe halli që ishe emigrant të bën të mësosh vetë dhe do jetoj vetëm nuk e kishe më mamin që të ta bënte pjatën e bukur dhe të mirë, s'ka si dora e nënës. Nice, edhe gus. Ti tani që po flet për ushqimin, mua më mori huria. Edhe do ta ha një bono. Kështu që ti Viola, do na japësh një bono, mua prit. Nuk i shoh dot me se do shohim çfarë shihet. Ta zgjedh unë me atë, po atë fiks me pistakio më duket. Jo, nuk është me pistakio. Ja me pistakio tek e kemi bonon. Okej. Kaloj kështu me delikatesën më të madhe. Ma kalo. Ndërkohë që do doja të Okej. Tani ta shohim me rutinën e Neritanit, morën vesh që zgjohet në mëngjes, nxjerr Ajkunën. Historikisht jam nga ata që jam zgjuar herët. E kam qef të zgjuarin, herët, se më merr dita me energji. Domethënë unë deri në orën 10 të mëngjesit 11 unë mund të kem bërë 10 kilometra. 10 kilometra? Po. Në pistë? Në palestër? Sa keq duhet të ndihem mund tani. Sa në xhiro me Ajkunën, në vrap me Ajkunën e drejtë, sa në palestër, sa në ecje pazari drejt shejtan e kam. Kjo është edhe arsyeja pse edhe për moshën që ke je fit. Është edhe çështja DNA-je. Edhe çështje. Sepse të gjithë nga liçajt asnjëri s'ka bark dhe pothuajse asnjëri s'ka thinja. Oj gon, po ç'ke më që prek barkun. Kujdes me planin ti aty. Kujdes me planin se më kap në profil edhe nuk më pëlqen kjo gjë. Duhet të funksionoj sedra në këtë rast edhe. Po edhe unë i bëj pothuajse 10 kilometra kur kam kohë i bëj dhe për ditë. Po puna. Po ti bën me makinë. Po puna është do vi duke u shëndor. Ka të bëj shumë, aktiviteti fizik është shumë i mirë. Aktiviteti fizik është shumë i mirë, të bën mirë për zemrën, të bën mirë për muskujt, për rrajt, për qarkullimin e gjakut, gjitha. Absolutisht. Makina deri diku të vret. Unë nuk e përdor makinën brenda Tiranës. I hypi 250 kubikshit, kështu them. Bën gjë më të mirë. Të bën shumë mirë. Po, por kur dalim nga Tirana, pastaj dalim me familje për weekend, normalisht do marrësh makinën, por gjatë ditës nuk e përdor. Bukur, më pëlqen të eci. Tani do të kaloj pak tek publiku në fakt. Të kalosh. Se janë kaq vite në skenë, në sheshgjerim. Ndërkohë që un po ha bonon. Okej. Vazhdoni bisedën ju, un po e dëgjoj me shumë dashuri. Ka ndryshuar ndo pak publiku shqiptar, a janë për herë të njëjtit njerëz që vinë teatr apo she edhe një tendencë që rinia shpesh e paragjykuar me një stigmë të madhe mbi supe që nuk shet teatr, nuk lexon e nuk. Unë vëre me kënaqësi që sepse pati shumë shkatërim të shijeve të publikut shqiptar. Tani ngadal ke filluar të shikosh dhe për këtë më bëhet zemra mal, kur thot populli. Shof të rinj që nuk lënë shfaqje teatri pa parë. Nuk janë shumë akoma, por është një fillim i mirë që blejnë libra, që shkojnë bëjnë sport. Sport bëjnë shumë më tepër dhe kjo është akoma gjë më e mirë, që bëjnë sport. Dhe numri me ç'po shoh unë po fillon po rritet. Pra shqiptarët e kuptuan që zbavitje, kënaqësi, shlodhje nuk është vetëm pabi, bari, rri këtu shaj, kush ka bë buzët e çfarë fustani ka veshë, ku ka vajt në plazh çfarë ka po ha. E ka kuptuar që zbavitje janë edhe këto forma të shëndetshme, të cilët në antikitet ishin forma edukuese. Në antikitet, po të lexoni të mëdhenjt,
Platoni, Sokrati nëpërmjet Platonit dhe për Platonin vet, pastaj kur u poq si filozof dhe filloi të kishte mendimet e tij të pavarura nga Platoni, nga Sokrati. Dhe te Aristoteli, ata sportin dhe artin e marrin si edukim. Nëse do lexojmë Republikën e Platonit, ku aty ndihet ndikimi i fortë i Sokratit e Platoni, ai mbas të drejtës që është baza e jetës njerëzore, e drejta, ai flet për artin dhe për sportin. Jo për ekonominë, për shembull. Ama e tham edhe më herët që si edukim. Arti erdhi shumë përpara shumë gjërave tjera. Patjetër. Kështu që kjo e konfirmon edhe një herë. Madje ata të dy ishin deri dhe për kontrollin e artit, Sokrati dhe Platoni. Ndërkohë që Aristoteli, sepse ata ishin për të vërtetë. Unë po e themi fare pak fjalë, besoj se edhe publikut mund t'i interesoj. Sokrati dhe Platoni ishin për të vërtetën e vërtetë. Ata thoshin shpirti, trupi është burgu gati varreza e shpirtit. Ata ishin për qelloren, për hynoren, për dijen. Ata thoshin të gjithë qytetarët duhet të jenë filozof në kuptimin miq të dijes. Se fjala filozof do të thotë e përkthyer do të thotë mik i dijes. Filozofos, mik i dijes. Pra të gjithë qytetarët duhet të jenë të ditur. Kurse arti, duke qenë se nuk thot të vërtetën të vërtet, është e dëmton të drejtën, ndërkohë që vjen më tej pasuesi i tyre më i mirë, sepse janë zinxhir, Sokrat, Platoni, Aristoteli vjen nga Platoni, por zhvillon idetë e veta dhe thot logjisti i madh i perëndimit, që thot jo, arti duke mos thonë të vërtetën e vërtetë. Ata që quhet në latinisht quhet fictio, që do të thotë e vërteta e ngjashme. Kurse në greqisht është mimesis, që do të thotë imitimi. Duke mos thënë të vërtetë, por të vërtetën e ngjashme e ngre problematikën, tematikën, diskutimin artistik, poetik, se poetik e quhen, në një nivel më universal, më filozofos, pra më afër dijes, dhe nuk e ka gabim. Absolutisht që nuk e ka gabim. Pra, është gjithë ky shestim i desh nga një realitet që ekzistonte që para tyre, e këtyre mendjeve të mençura që tregojnë se çfarë është, po të shikosh qytet-shtetet helene, që unë i kam shumë qef, i kam vizituar gjitha, gymnat e famshme, po të marr sportin, gym në helenisht do të thoshte nudo. Dhe prandaj është dhe fjalë gym. Palestër. Sepse aty bëj stërvitja. Veglat e forcës, ushtrimet, Bëj stërvitja. Bëj shpatku, dëgjoj, nuk e di çfarë. Po. E pyeta Sokratin, ore shoku i thash, ç'a bëni ti atëherë? Më tha se është sekret. Nuk e di çfarë, por ka qenë palestër, që rëndësi ka, që ka qenë një vend ku forcoi fiziku. Gymnat. Dhe sidomos në Delfi pyes një nga arkeologët se po punojnë akoma, i thash, pse ka qenë madhe? Se është gymna është gati sa gjysma e sheshit Skënderbej. Gati. Palestra për. Po, gymna. Sepse tha nuk stërviteshin tha vetëm ushtarakët, tha. Stërviteshin edhe popullata. Pra ishte edukim. Ishte edukim masiv popull. Po, sikurse në teatr shkonte gjithë popullata. Shkonin gjithëshin. Domethënë qytet-shtetet helenë nuk kanë qenë në numër i përbindshëm dhe gjithë teatro deri dhe i Butrindit ka qenë 5000 vend që lart. Sot skema teatro 5000. Me një akustik fantastike, Tjetër, nga fillimi deri te cepi atje tek. Në të hapur. Pa foni, 2500 vite më parë. Dëgohet edhe kjo. Kërcitja e gishtave. Domethënë në Epidaurus, i kam thënë Timbiri ri këtu në qendër të skenës, të skenë orkestra që i quajnë në teatrin helenik. Sepse ata zakonisht kanë pas edhe një piedestal aty, një lloj suplici, sepse shpeshherë kishte edhe sakrifikime për nder të perëndive. Pra, teatrot ishin disa funksionale, si Koloseumi, që nuk është se bëj kasapan si që shohim në filmat e Hollywoodit, ka qenë vend spektaklesh. Dy luftimet me vdekje kanë qenë shumë të rrallë. Ndodhni që mund të vriteshin aksidentalisht gjatë spektaklit, siç ndodh edhe nëpër filma. Por jo që t'ishte ajo kasapan që i bëjnë këta, kanë qenë vende spektaklesh. Dhe i them, rri këtu babo dhe kur të vete unë në maj të Epidaurus, teatri, do bësh këtë. E kënë majtë Kodrës. Edhe kjo dëgjoj, nga poshtë aty dëgjoj këto. Domethënë ata e njihnin, ata të mençurit atërshëm, e njihnin aq mirë akustikën dhe ligjet e akustikës sa ne sot i mornim i vim anash. Domethënë dhe më thoshte drejtori i sitit arkeologjik. Se thashem aktorit, ju bë shumë qefi, ai ishte një arkeolog
shumë prestigjioza. Deri dhe gurët dhe guri për ndënjëset e publikut është zgjedhur I tillë që të ketë të ndikoj për mirë në akustik dhe vinte pastaj ajo gjëja kështu. E jashtëzakonshme. Domethënë ishte inxhinierim akustik perfekt dhe 12.000 vet pa zoti, pa mikrofona, pa gjëra ti mbaj shumë. Akustikën e përmendëm, po do doja në fakt se nga një bisedë e mëparshme, një bisedë e mëparshme na ke treguar edhe një detaj shumë interesant për frame të gjendurat të dhënë. Apo mira, ai ka ndodhur në Egypt. Në Egjipt. Dëshmi të teknologjisë, po e them kështu, të teknologjisë së artit në antikitet. Për shembull, një ishte Greqia, jo tjetër është kjo e Egjiptit. Ajo ishte çudia më e madhe. Unë kur vete jashtë nuk shkoj në pubën baret bëj dyqane leckë se I kam dhe në Tiranë. Apo në kështu në outlete. Po, në outlete ose shkulen njerëzit shkojnë jashtë në vende arkeologjike, shkojnë në outlete, më tmerr I madh ç'është. Shkoj. Po kanë dalë me ulja. Pa, man. Materialja. Recka më bër. Po materialja më mirë të harxhosh kohë, të shohësh histori, një galeri, një sit arkeologjik, një bibliotekë, blesh libër të mirë. Se sa të recka ke edhe këtu, I ke edhe këtu. Ikin ato, konsumojnë shpejt. Eksakt, janë konsum, kurse një vajtë në Kairo është komplet tjetër gjë, se ti shef bazat e qytetërimeve. Edhe më thot heshemi një miku im, më thot mua, se ishte ai studionte në Universitetin Amerikan të Kairos, që ishin nga universitetet më të famshme dhe më të forta në botë, pra ishte I mirë qenur, heshemi. Edhe më fliste shumë, që më pëlqente historia vdisja, më thot nuk kanë pas 5.000 vjet përpara, tha, konceptin e filmit. Dhe unë për çdo gjë nga këto që më thoshte, I thosha nuk ishte mundur. Dhe ai më merrte me makinë. Reagimi parësi ishte. Po, nuk e dinte ai. Që do I thoshe, e kishte qartë, s'është e mundur, e dinte ai, merrte makinë çonte. Me fakte. Po, shive vet. Dhe ma tha këtë gjë, I thashë s'ka mundësi 5.000 orë, tha e kanë pasur të gjitha astrologji, astronomi, algebër, gjeometrike, të gjitha në faqet piramidave dhe në për obelisje, tha. Megjithatë, me që s'beson, hajde me mua. Vemi në Giza, marrim ku janë piramidat, marrim kuaj dhe futemi në shkretirë brenda me kuaj. Edhe ishte një varr I vogël, po piramid po e vogël. Piramid e vogël. Vogël, ka një 100 varre faraonësh e dinastish, Egjipti ka shumë. Unë ajo mbeti ëndra pa e parë, lugina e mbretërve, ku janë varret e këtyre. Më ndër e kisha, po ishte peripeci shumë e madhe të shkoj, edhe kushton të dhunë se kisha I shumë lek. Do me thënë, kushton të për mua atëre se sa kisha del nga shkolla, isha student, s'është një Egjiptish I lirë në përgjithësi, nuk kush I shtrenjtë. Për që rëndë si ka, vemi edhe në faqet piramides, janë këto relievet, incizime I quajmë në gjuhën e skulpturës. Që është, nga që atje dielli shumë I fortë, incizimi shumë I vogël, mjafton një vizë atje theksohet, duke si në Europë relievi duhet të jetë I thellë. Dhe këto unë e dija për skulpturës sepse kam aplikuar skulpturë shkollë mesme. Dhe ishin 24 fotografi, keni parasysh këto figurat egjiptiane? Po. Ato të fotografuara një nga një dhe të vëna në rresht, është 1 sekondë një filmi praf. Pra një lëvizje e vogël në çdo. Po, një sekond film. 1 sekond film, po. 24 frame për 1 sekond film. Do të me sy të lirë ti nuk e shef dot. Me sy atje. Kur I vë një nga një, e shikon. Që ka lëvizje. Ato që bëjmë në që bënim kur te cepat e blokut. Në libra pas tjetrës ata të krijonin e njëjta logjik. 5.000 vjet përpara. E pabesueshme. Ja, edhe unë po të them tani e pabesueshme. E besueshme. E kam parë me sytë e mi. Kam parë çudira. Kam parë çudira në Egjipt. Domethënë kjo do të thotë që ata e kishin shumë mirë të mësuar konceptin e shumë të zhvilluar se Europa. E lëvizshmërisë, se kinematografia është në thelb lëvizshmëri. Patjetër. Ata konceptin e lëvizjes, dinamikës lëvizjes e kishin shumë të historianët egjiptianë, studios e pranonin Darwinin deri diku. Pastaj e thoshin, ka një moment ku shpërthen inteligjenca kështu, babam. Në Mesopotami, te Sumerët kryesisht dhe në Mesopotami. Që nuk shpjegohet. Nuk mungon hallka lidhse. Nga këtu te këtu. Ajo ura që. Bravo. Dhe thoshin mund të jetë inxhinierim I racës njerëzore, mund të jetë transportim nga yjet, pra janë këto teori që ekzistojnë si teori komploti, por kanë shumë shanse që të jenë në të vërtetë. Pra nuk e përjashtonin Darwinin si. Pra majmuni ka ardhur deri në një pikë që është zhvilluar sa teci mbi 2 këmbë. Po ai shpërthimi I inteligjencës me njëherë, un po të them, Sfinksi, trupi I Sfinksit ishte bërë 11.000 vjet përpara. Shumë pak në botë din këtë.
koka ishte 5000 vjeçare, që ja kputi Napoleoni me top, Me top, edhe I theu hundën. Po. Pra janë shumë gjëra që ne nuk I dim. Sa të panjohura ka kjo botë. Ka pafund. Dhe sa më shumë mëson, aq më shumë kupton që ka të tjera më shumë. Prandaj është e perr shpreha e Sokratit, sa më shumë di aq më shumë kuptoj që nuk di. Që nuk di asgjë. Dhe është vërtet. Dhe unë sa më tepër përpiqem të di, aq më tepër kuptojmë që prit njerëz se kuptoj se ka aq shumë gjëra për të mësuar. Sa nuk kanë, e dia nuk ka fund, misteri nuk ka fund. Po të kishe mundësi të zbuloje një mister të botës, vetëm një. Cilin do doje, në fakt, ti jepje një përgjigje. Nga jemi vërtet, çfarë jemi vërtet, nga ka ardhur njerëzimi, nga kemi ardhur vërtet. Çfarë jemi në të vërtet? Po pse të njeriu vjen një pikë? Jo, nuk është se më mundon, kam dëshirë ta di, nuk është se kam që po se mora vesh do vras vete. Po është, shiko, për mua një njeriu sado të eci përpara, mbase mund t'ju duket edhe mendim çik I vjetër, po mua më pëlqen, duhet kthej gjithmonë kokën mbrapa për të parë çfarë ka qenë. Sepse vetëm ashtu ti mund të krijosh për mendimin tim raporte të sakta me jetën tënde. Kështu duhet të kthesh kokën edhe për edhe si racë njerëzore. Ku po shkojmë? Ne themi jemi të zhvilluar. Jo, unë mendoj nuk jemi të zhvilluar. Në ca gjëra jemi të zhvilluar. Këtu jemi shumë të zhvilluar. Por ama ne nuk përdorim dot më tepër se 13% kapacitetit trurit ton. Domethënë ne nuk e përdorim dot trurin ton 100%. Dhe këtë sepse nuk dim. Pra, a jemi të zhvilluar apo jo? Ne nuk njohim 12% të shtëpisë ton, planeti Tok. Edhe është e bukur fjala shqipse është Tok. Ashtu bën. Kur bie me këmbë Tok, nuk është Earth. Ne provojmë ta testojmë. Jo, këtu nuk je Tok, këtu je beton. Ashtu. Këtu janë katë. Tok e përpunuar. Pra, ne nuk njohim ujrat tona, shtëpisë tonë. Ne nuk I njohim ujrat. Nuk po themi për qiellin që se njohim, njohim shumë pak. Ne nuk njohim tamam tokën, atë që the ti. Ne kemi shkuar, nuk e di sa kilometra kemi shkuar, po deri në bërtham. Se dim çka ka. Deri në bërtham të tokës është 6400 kilometra. Ashtu. Ne mund ta mësojmë, mund të krijojmë teori etj, po realisht ne nuk e dim. Pra ne nuk njohim shtëpinë tonë. Si mund të ta quajmë veten e të zhvilluar? Ne nuk njohim veten tonë. Çdo njeri është një univers. Unë nuk njoh veten time. Truri im punon me 12-13, maksimumi 13% kapacitetit ti. 13% në një gjeni, jo kështu për ditë, Në momente. Imagjino tani dhe unë pyes veten çfarë bëhet me 87% që unë nuk e njoh. Gjum. Pra, unë nuk njoh veten time deri në fund. Si që kemi të zhvilluar? Prandaj mbetet gjithmonë kjo misteri, nga vim, si kemi ardhur, si kemi mbritur deri këtu. Ca gjëra I dim dhe shumë mirë që I dim. Po kushtaj që I dim të sakta. Ajo po, por edhe ca gjëra të sakta I dim. Po ama nuk është njohje mirëfillt, po ti nëse momenti kur ti nuk njeh veten mirë, atëherë më fal, si mund të ndërtosh diçka të shëndetshme. Po të marrim penat e mëdha e Hesiodin, e famshëm, që ishte pothuajse bashkëkohës me Homerin. I Homerit, po 50 vite më mbrapa, sipas studiosëve, flet te teogonia. 6 mitë, ai flet për mitin dhe miti është aq I bukur, aq charmant, është arti mirëfillt, është krim, sepse miti gjithmonë ka një bazë reale, pastaj mitizohet. Ka një bazë, është arti, domethënë ka një bazë reale, është e përpunuar, pra mimesis. Dhe ai flet për 5 gjeneratat e njerëzve. Që flet ishte gjenerata e njerëzve të artë, ku perëndit Urani, Gea, më vonë Kronusi dhe Urani dhe Gea janë qielli dhe toka. Perëndit e para. Kronusi është koha, kaosi, po. Urani është dhe shumë e bukur. Të ndaloj edhe një sekondë, se shumë e bukur qielli, perëndia e qiellit. Gea është toka. Toka, Gea. Dhe ka dhe një gjë që e kam dëgjuar nga astrolog, që shumë presupozojnë që toka është formuar nga rrjedhjet e Uranit në hapësirë. Urani, planeti Uran, atë Uranit planet. Dhe duke ardhur vërdall janë përplasur me një forca e gravitetit I ka bërë bashkë. Edhe thotë e nxjerrin astrofizikantët, që mund të jetë se për ta vërtetuar nuk e kuptoj. Interesant. Po shumë interesante që toka u martua me Uranin, me qiellin. E shikon si të del në mit, në mit. Pra, miti është arti. E prralla, e legjenda me atë charmin e vet është arti. Domethënë një gjë që mund të ketë qenë reale, është përpunuar
ish futur mistika brenda, ish futur hiperbola, janë futur metafora, janë futur gjithë to elementet artistike. Shumë interesante. Dhe ai flet për këto 5 gjeneratat. Pastaj vjen gjenerata e njerëzve të argjend. Po. Pra e të parët ishin njerëzit e artë, po. Me cilët perëndit këshilloheshin, Po pra ne- ishin dhe ata perëndi. Po ne çajemi tunxhë. Ne jemi epoka më e errët sipas Hesiodit, epoka e njeriu të hekurit. Të hekurit. Okej, mirë. Pastaj vjen njerëzit e argjend, Po. pastaj vijnë 2 epokat e njerëzve të bronzit, Po. ku periudha e Trojës, pra periudha arkaike ka qenë epoka e dytë e njerëzve të bronzit dhe pastaj vjen mysybeti, njeriu i hekurit, që është më i keq. Edhe ndryshkët. Që është më i keq. Edhe ndryshkët. Kështu i thot Hesiodi. Po edhe rezistoni shkreti, edhe rezistoni. Po patjetër, është në natyrën njerëzore, si në natyrën e çdo lloji specie biologjike të rezistojë, të mbijetojë. Është një instinkt.